Me deklarata publike Abdullah Hoti edhe Hikmeti Bajrami se ka mbështet. Dhe gjithashtu ka pasur dhe Janina Miftari, një deputet e ri, i merrim falin. Po mund mu dakord du votat në fund, kolega, një pse ka divergjenca politike. Po jo, be ma toshi se nuk kanë pas qëndrime ata që njëta prej fillimit për pas vot pasaj për filmin Osmani. Ne kemi pasur dhe postime që janë distancuar publikisht. Pse do ta bënte të njëjtin të shkonte në kuvendet të japte vot për filmin Osmani. Nuk kanë dol për LDK-s Fatime. I nështuan gjëti leadership Fatime. Edhe gjëti kryetar. Edhe gjëti program politik. Do më honë njën me një vend. Që dhe PDK-ja kish votu, po fakti që në tjera. Po Fatime nuk kanë kryu ata as fraksion zyrtarisht. Jo, s'kam për Se le mo me dojë për LDK. Prandaj vota mund me onë në fund mu sinkronizu. Për vendimet të nësishme. Qysh po me ku ngjelet karriera politike të njëjtit që unë deklaru që nuk po në fund dakordohen për një vendim. Kështu që këtë argumente ju voj husht. Adin, kështu hiq biles du me diskutu për ta. Pa nevojshme kur po flasin tjerë. Fatkeqësisht këto kanë qenë qëndrime. Dikuj unë në një veti kanë folë për të njënë tjetërit, për andaj këta votojnë ndryshe. E pa vërtet, shmund me thonë. Po sështë absolute kjo. Vetëm pak të ta thotë mendimin. Të njëjtin qëndrim kishte pasur edhe PDK, të cilët ishin deklaruar publikisht që nëse emri zonës Osmani do të vinte në seancë, ata do ta lëshonin seancën